Irsëdhën këtë të diel lamtumira zonjës Arta Musaraj e ndar nga jeta ditë më parë pas një betejë të gjatë me sëmundjen. Në hollin e teatrit Petromarko zhvilluan homazhet në nderim të jetës dhe veprës së saj, të mbushur me vlera shkencore dhe njerëzore. Qytetarë të shumë vlonjata, autoritetet të jetës politike dhe institucionale, akademik, jo vetëm të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, i kanë dhënë lamtumirës zonjës së rigorozitetit shkencor dhe vlerave humane, ndërsa kanë shprehur ngushëllime familjarëve. Arta Musaraj është vlerësuar për kontributet në ekonomi, menaxhim dhe komunikim, ndërsa do të kujtohet si një akademike shquar, por dhe si një udhëheqëse vizionare që solli risi në mendësi dhe në vlera humane për qytetin e Vlorës. Musaraj ka mbajtur disa role kyçe akademike si dekane e Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, rektore e Universitetit Pavarësia Vlorë, zëvendës ministre e Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë, ndërsa meritat e saj akademike u njohen me shumë çmime dhe mirënjohje. Qytetare nderi e qarkut të Vlorës, nderi i komunës Brataj, mirënjohje e bashkisë Vlorë dhe protagoniste e jetës qytetare. Me ikjen e Arta Musaraj, familja humbi njeriu e shtrenjtë, ndërsa Vlora një nga njerëzit më aktiv të fushës së edukimit akademik dhe qytetar.